tenderi prej 500.000 euro për shtrurjen e pllakave të bekatonit. Te tender e kanë nënshkruar nxënësi i Tëravarit. 1 metër katror për shtrurjen e pllakave të bekatonit në kohën time ka kushtuar 13 euro, tash është rritur çmimi i tregut, kushton 15 euro. Kurse ata e kanë bërë 1 metër katror 400 deri në 500 euro. Sipas informacioneve të mia, mendohet se kanë bërë punë prej këtyre mjeteve afër 50.000 euro. 450.000 euro i kanë mbjedhur. Dhe në këtë mënyrë ata e kanë varfruar buxhetin e komunës dhe e kanë shkatruar qytetin e Gostivarit.